kush kë e trahtoi në aspektin e marrëveshjeve politike? Unë mendoj që Donika e trahtoi rrugën e Guzojt apo Vjosa? unë mendoj Se janë disa ndarje që duhet bën, mund të jenë të vështira doktor, por duhet të bën. Po, ndarjet Dhe ndodhen. kush kë e trahtoi Vjosa Albinin apo Albini Vjosën? Se Unë mendoj kështu, Vjosa Osmani nuk ka... kur po them në tradhti, nuk po them në tradhti kombëtare, po them në tradhti të diellit politik. Po, çashtu, në kuptimin më të butë politik, po e themi se kombëtari është shumë e rëndë. Në aspektin aspektit politik, Vjosa Osmani nuk e ka trahtuar Albin Kurtin. E ka mbrojt siç e mbron motra vllaun, edhe para ndërkombëtarëve. Vjosa Osmani jam edhe para meje, edhe në takim me mu, edhe takim me gjithë deputet tjerë, privat e publik, e ka mbrojt njërë më të mirë të mundshme, një opcion të cilën ne e kemi nisë bashkë. Vetëm në gjatë që e kanë vrejtje kolegët e mi, edhe ka nisë me bo video, po thonë, Vjosa Osmani e ka qujt, e ka polun Albini Bigjas. Vjosa Osmani kërkon Albini, nuk e ka përmend atë fjalë. Ka thonë, nuk guxon askush të luaj Bigjas me aleatët. Nuk e ka përmend as Albinin, as Donikën. Ka thonë, nuk guxon kërkush me luaj. Që edhe unë e tham, që tash publikisht nuk guxon kërkush me luaj Bigjas me aleatët. Që ti ndërtojmë